mbrojtja, përkujdesja. Këto janë 3 fjalë të cilat përbajnë në mënyrë konkrete jetën e familjes së Shait, të Jozefit, Marisë e Jezusit. Por baza e çdo lloj gjaje, baza e çishkajet qëndron në negimin e zanit të Zotit. Sa më shumë që të negohet zani i Zotit, sa më tepër që t'i vehet veshja atij, sa më shumë jeta jonë të përputhet me atë çka Zoti kërkon, aq më tepër kena vëdit me mbrojt atë çka është më ashtrajt, me rujt atë çka është më ashtrajt, edhe me pas një lloj përkujdese të jashtëzakonshme. Prandaj shumë familje dështojnë sepse nuk negojnë zonin e Zotit. Shumë familje shkatrohen për arsye se nuk ka në Zot për mrena. E shumë familje shkojnë drejt shkatrimit të plotësishëm vetëm për vetë faktin se jo vetëm që s'negojnë zonin e Zotit, por nuk i bën mend as pak për te. E tresin për jashta, e gjerrin për jashta, të jetu në egoizëm në vetvete, por egoizmi edhe vetvetja vetëm shkatrim sjellin kur nuk ka në Zot për mrena.